Policia e Lezhës ka vënë në pranga një shtetas 45 vjeçar I shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle si pjesë e një operacioni të koordinuar për kapjen e personave të shpallur në kërkim. Sipas burimeve zyrtare, arrestimi është bërë pas sigurimit të informacioneve të sakta mbi vendodhjen e tij dhe verifikimin e të dhënave në bashkëpunim me Interpolin. Nga hetimet rezulton se 45 vjeçari ishte pjesë e një grupi kriminal të strukturuar, I cili vepronte në territorin e Spanjës dhe kryente vjedhje nën kërcënimin e armëve të zjarrit, duke rrezikuar seriozisht jetën dhe sigurinë e qytetarëve. Për këto vepra penale në vitin 2025, autoritetet spanjolle I kanë caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale vjedhje me armë të kryer në kuadër të grupit kriminal. Gjatë ndalimit, shërbimet e policisë konstatuan gjithashtu se shtetasi po drejtonte një automjet tip Benz me leje drejtimi të dyshuar të falsifikuar. Dokumenti u sekuestrua menjëherë në cilësinë e provës materiale, ndërsa janë nisur procedurat për verifikimin e origjinës së tij dhe për veprime të mëtejshme ligjore. Aktualisht, autoritetet shqiptare po bashkëpunojnë ngushtësisht me homologët spanjoll për përfundimin e të gjithë procedurave ligjore me qëllim ekstradimin e 45 vjeçarit drejt Spanjës, ku ai pritet të përballet me drejtësi për veprat penale që I atribohen. Policia shqiptare thekson se vijon angazhimi maksimal në luftën kundër kriminalitetit dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.